Aloe vera perfekt për kurimin e këtyre tre sëmundjeve, vetëm se duhet ta përdorni në këtë mënyrë. Aloe vera njihet tashmë për vlerat e saj për shëndetin dhe për organizmin. Te vetitë e saj përfshihen edhe përmirësimi dhe parandalimi i problemeve të shëndetit të lëkurës. Janë të shumta në numër produktet farmaceutike për kujdesin e lëkurës që kanë si përbërës kryesor aloe verën. Ushqen dhe hidraton lëkurën, eliminon aknet si dhe parandalon edhe një sër komplikacionesh. Në këtë video, sipas Webmed, do ju sjellim disa nga mënyrat praktike se si mund të përdorni aloe verën për të patur një lëkurë të shëndetshme, gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Gjeli aloe verës ka veti pastruese dhe hidratuese, prandaj është ideal për lëkurën e thatë. Ai mundëson këtyre tipeve të lëkurës ushqyerjen e nevojshme. Mund të përdorni gjelin e saj duke vendosur direkt në lëkurë. Pastrimi i lëkurës së fytyrës nga papastërtitë dhe qelizat e vdekura është një nga hapat kryesorë për një lëkurë të shëndetshme. Mund të provoni të përzieni gjelin aloe verës me pak sheqer dhe të fërkoni lëkurën e fytyrës kur e lani në darkë. Në saj të veçorive shëruese aloe vera parandalon dhe acarimet e lëkurës si dhe hidratimin e saj. Lereni aloe verën të bëjë magjinë e saj gjatë kohës që ju flini. E lyeni fytyrën, qafën dhe duart me gjelin e aloe verës përpara se të flini. Kjo bimë nuk ka përmbajtje vajore dhe është delikate me lëkurën teksa depërton stresat e saj. Kështu mundëson një hidratim rrënjësor të lëkurës dhe e le atë më të butë dhe plot me shkëlqim. Aloe vera ka veti të mira antibakteriale, antiinflamatore dhe antialergjike. Këto bashkuar me vlerat e larta ushqyese bëjnë të mundur eliminimin e shenjave dhe të akneve. Sugjerohet të përdorni aloe verën në përzierje me lëngun e limonit për të luftuar shenjat, njollat, sidomos edhe problemet e akneve të lëkurës. A i dini se aloe vera ndihmon në pastrimin e akneve ose përdorimi i lëngut të saj mund të jetë i dobishëm në uljen e niveleve të sheqerit në trup. Gjithashtu shërben për parandalimin e problemeve të caktuara edhe në përmirësimin e antioksidantëve. Kur mendojmë për aloe verën, gjëja e parë që na vjen ndërmend është përdorimi për të zbutur dhe lehtësuar të djegurat nga dielli. Megjithatë, kjo bimë ka që pasur me lëndë ushqyese përdoret kudo në botë në rastet nga më të ndryshmet dhe shpesh mund të bëjë mrekulli në shëndetin e lëkurës. Kjo është shumë e vërtet duke që nëse bima përmban 75 lloje të lëndëve të dobishme, vitaminave, mineraleve, enzimave, sheqerit, përbërësve fenolik dhe aminoacideve. Në këtë video do të listojmë përfitimet që do të merrni nga përdorimi magjik i aloe verës. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit luftojnë radikalet e lira në trupin tonë duke i neutralizuar dhe duke parandaluar edhe rëndimin si për shembull nga komplikacionet. Mosha e bimës aloe verës ka ashtu rëndësi në luftën që mund të bëjë kundër radikaleve të lira. Sa më e vjetër të jetë bima, aq më e dobishme është ajo për shëndetin. Aloe vera do të ndihmojë gjithashtu edhe për tretjen e mirë. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave të cilat bëjnë mrekullim për tretjen. Veçanërisht këtu, enzimat që ndodhen te aloe vera ndihmojnë në coptësimin e sheqerit dhe yndyrnave të cilat shkaktojnë probleme edhe me tretjen. Përdorimet të tilla të aloe verës do të bëjnë vërtet ndryshimin në rrënjësor për lëkurën dhe shëndetin tuaj. Aloe vera përmban aminoacide thelbësore në mbrojtjen e organizmit. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme, të tjera mund të merren përmes konsumit të pijeve ose të ushqimeve. Aloe vera është një bimë fantastike e cila mund të ushqejë dhe të mbrojë gjithashtu shëndetin tuaj të lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekulli që bën ujë mineral edhe në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të rëndësishme të cilat janë të dobishme për shëndetin e lëkurës. Minerale kyçe të tilla si kalciumi, kromi, bakri te aloe vera mund të ndihmojnë në rigjenerimin më të mirë të shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e akneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga bima aloe verës, sigurohuni që ta keni pjesë të recetave tuaja të përditshme.
Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë kundër shqetësimeve dhe akneve në lëkurë. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave gjithashtu është edhe zinku, aloe vera luan një rol kyç edhe në produktet e bukurisë. Aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve nga lëkura. Zinku do të reduktojë yndyrnat natyrore që prodhon vetë lëkura. Disa studime këshillojnë në përdorimin e kësaj bime në mënyrë të rregullt në dietën tuaj për të marrë përfitime dhe për të parandaluar kështu edhe komplikacionet e saj. Aloe vera përmban shumë enzima, një prej të veçantave është edhe për të luftuar edhe problemet e dhimbjeve. Kjo quhet diskinase dhe ndihmon në zvogëlimin e inflamacioneve dhe gjithashtu e bën aloe verën një nga zgjidhjet më të mira shëndetësore për lëkurën. Aloe vera është një mundësi e shkëlqyer edhe për të rregulluar lëkurën e dëmtuar, sidomos edhe nga qelizat e dëmshme. I ftohti shpesh mund të shkaktojë edhe shkatrimin e qelizave që mund të sjellë dëmtimin e tyre të plotë. Faza e këtij dëmtimi është 4. Fillimisht lëkura juaj skuqet, pastaj krijon edhe një formacion të lëngshëm, dëmtohet përfundimisht, shtresa e saj mund të çojë edhe në irritime të forta. Aloe vera është një bimë fantastike që ka veprime të mira edhe në rritjen e shëndetit tuaj të flokut dhe jo vetëm. Aloe vera do të ndihmojë në rritjen e flokut të shëndetshëm, duke rritur qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës. Enzimat përbërëse të aloe verës mund të jenë edhe lëndë të dobishme, të cilat do të balancojnë në përfitime dhe do të mbajnë larg komplikacionet e saj. Nëse doni të përfitoni nga bima aloe verës, atëherë përdoreni atë vazhdimisht në dietën tuaj. Aloe vera është një bimë shumë e pasur me minerale dhe vitamina, element këto mjaft të vlefshëm edhe për organizmin. Aloe vera përmban një sër vitaminash dhe mineralesh, të cilat veprojnë gjithashtu edhe si antioksidant, përfshirë këtu vitamina A, vitamina C, vitamina E, të cilat do të ndihmojnë në mbrojtjen e trupit kundër stresit oksidativ. Gjithashtu përmbajnë edhe minerale të rëndësishme, siç është kalciumi, kromi, bakri, mangani, hekuri, kaliumi dhe zinku, shumë të vlefshme këto në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Aloe vera është një bimë çuditëbërëse gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve tuaja të kapsllëkut. Për shkak të efekteve të tyre laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë ndjeshëm edhe në përmirësimin e lëvizjeve tuaja të zorrve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si zgjidhje afatgjatë. Përdoreni atë me kujdes, gjithmonë në konsultim e mjekut, për të marrë përfitimet e saj dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet. Aloe vera do të jetë një mburojë shumë e mirë e shëndetit tuaj të lëkurës. Ndaj nëse doni të keni një lëkurë të shëndetshme, shtoni aloe vera në dietën tuaj. Sipas klinikës Cleveland, dehidratimi mund të jetë shkaktari kryesor i krijimit të akneve. Duke ndihmuar kështu në hidratimin nga brenda, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë gjendjen tuaj të lëkurës, ta bëjë atë gjithashtu edhe më të shëndritshme. Aloe vera është një bimë shumë e mirë edhe për kontrollin e luhatjeve të sheqerit në trup. Një studim i vitit 2015 ka cituar se përfshirja e aloe verës në dietën tuaj mund të jetë një mburojë shumë e mirë kundër luhatjeve të sheqerit dhe gjithashtu përdorimi i saj me kujdes në dietën tuaj mund të jetë një mburojë e çmuar në këtë aspekt. Ndaj edhe ekspertët sugjerojnë në përdorimet e saj në mënyrë natyrale. Aloe vera ka veti të mira antiinflamatore. Vitamina C dhe B të aloe vera funksionojnë si antioksidant që ndihmojnë në reduktimin e inflamacioneve. Në këtë raste, përfshirja e saj në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për të mbajtur larg komplikacionet të njëpasgjeshme. Aloe vera mund të ndihmojë në forcimin e sistemit tuaj imunitar. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C, aloe vera do të ndihmojë në rritjen e përfitimeve të shëndetit tuaj imunitar, duke reduktuar kështu edhe komplikacionet e njëpasgjeshme. Sigurohuni të përdorni aloe vera në dietën tuaj të rregullt dhe gjithashtu vlerat që do të merrni prej saj do të jenë vërtet të veçanta. Ekspertët këshillojnë përdorimin e aloe verës gjithmonë brenda nevojës së lejuar. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.